Tash këtu edhe tek gratë edhe këto themi mënyrat e jetës, mënyrën moderne edhe çka është kjo? E thojnë emilja ose vunja e thojnë për mi thoj, është një problem, sepse edhe jo që prishet agjërimi, por çështja e abdesit edhe marrja e abdesit edhe nuk konsiderohet i kompletuar nëse janë thojnë të mbyllur ose nuk kanë mundësi të hiqen ata. Nuk është mirë që të praktikohen ata në veçanti gjatë Ramazanit edhe te ato që e praktikojnë namazin. Po dhe sa rëndësi ka falja e namazit teravis që në natën e parë? Rëndësia është si në natën e parë dhe në gjitha net rresht, është obligim, është sunet i pejgamberit a.s. prej kohës të Omerit radiallahu anhu që është praktikue falja e namazit të teravive me xhamat. Dhe në gjithë umetin musliman praktikohet që namazi i teravive të falet në xhami. Nuk është ndaluar që të falet edhe diku tjetër ose edhe në shtëpitë e besimtarëve, përkundrazi, edhe vetë Muhamedi a.s. teravit i ka falë në shtëpi dhe organizimi dhe mënyra e organizimit të faljes së teravive po është edhe lehtësim për njerëzit, sepse është imami, i marrin disa këshilla edhe për namazin, edhe për agjërimin, edhe për familjen, se Ramazani nuk duhet na shërbej vetëm kjo që ne e paragjykojmë Ramazani është vetëm agjërim dhe vetëm namaz. Jo, Ramazani është aktivitet, Ramazani është reflektim i vlerave njerëzore, është reflektim i solidaritetit njerëzve. Njerëzit janë më të butë, po edhe më të urtë, po edhe më solidar në muajin e Ramazanit. Prandaj ne këtë Ramazan duhet ta shfrytëzojmë në shumë dimensione, edhe duhet ta shfrytëzojmë edhe në aspektin e edukimit të fëmijëve, edhe me ligjëratat tona në xhami, edhe me edukimin e brezit të ri, sepse po na mungon afërsia me njerëzit, po dallojnë gjeneratat në mes njerëzve. Tash gjeneratat e reja me gjeneratat e mesme ose të vjetra kanë dallim të madh. Pastaj ne duhet mu mundu që këtë muaj të Ramazanit ta gjejmë një pajtueshmëri dhe të komunikojmë më shumë me prindrit. Fëmia të jenë më komunikativ me prindin, me mësuesin. Ai trekonshi që po na thonë nëpër shkolla duhet mu respektu prindi, mësuesi dhe fëmia, por duhet më qenë shumë të kujdesshëm se po e shohim se çka po ndodh